Pilav me makaronat vegjël, cili dohet në kokër. Mënyra e përgatitjes shumë e thjeshtë, bëhet shumë i mirë, përgatitja është e shpejtë, besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, në fillim morim 2 gota me orez, apo 1 gotë në varet se sa doni ose mund të shtoni masat. Për 2 gota orez nga 200 ml do përdori gjysmë kote të çajit me makarona të vogla. Në fund të orizit, të makarona gjysmë kote shkojnë për 2 gota. Orizi duhet jetë i llojit të gjatë, unë përdori nga ky lloj. Kështu, si që shihni, vjen në përpaketime. E kalojmë kështu në një kullojse orizin, e laj mirë dhe e kulloj. Pasi kam larë orizin dhe kam kullu, marr një tenxhere të lloji që nuk nxeh dhe në të shtoj 120 gram me margarinë. Shtoj kështu në tenxhere. Pilavi nuk përgatitet me vaj, nuk do del shumë i mirë, kurse me lyn lope apo me putel do del shumë i rëndë. Me margarinë është shumë i mirë. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e shkrinj margarinin. Kështu, derisa të shkrihet plotësisht, më pas ja shtojmë makaronat e vegjël. Margarini është shkrier plotësisht, tash ja shtojna makaronat dhe i fërgojna kështu për 2-3 minuta në temperaturë mesatare duke i përzier vazhdimisht. Makaronat i kam fërgu për 3 minuta, kanë marrë një ngjyrë kafe të hapur, tash i shtojna orizin. Dhe orizin e fërgojna për 3-4 minuta, pak sa të i rreshkallet kokra. E përzim gjatë kohës së përgjimit. Kam fërguar orizin rreth 3 minutave. Tash e ulim temperaturën në minimale dhe e fërgojmë dhe për 1 minutë tjetër. Kam harru që të them që tenxheria duhet jetë e llojit që nuk nxeh, se përndryshe pilavi do i prishet forma, do i prishet kokra nëse ngjitet për tenxhere. E përzim rreth 1 minuti. Orizi është fërguar mjaftueshëm dhe temperatura ka rënë në të ultën. Tash ja shtoj ujin. Unë kam shtu 2 gota nga 200 ml me orez, tash do ja shtoj 4 gota nga 200 ml me ujë valtën dhe. Në qovë se ja hedhim, kur të është temperatura e mesme, atëherë nga presioni i madh orizi do del nga tenxheria. Ja kena shtu kështu ujin, temperatura patjetër duhet jetë në minimale gjatë zirjes. Ja shtoj një lugë gjysmë të mesme me veget, ose veget do i shtoni sipas dëshirës. Do ja shtoj një lugë të mesme me sheqer dhe pak lëng limoni, që mos ngjitet përejne gjatë zirjes. E përzim kështu. Tenxherës ja vendosi kapakun dhe pilavin do e zi kështu rreth 1 ore në temperaturë të ulët derisa të shterret tër lëngu. Pilavit ju ka shterur uji, siç e shihni, ndahet në kokër. Tash e largojna nga zjarri. Dhe pilavi është gati për servim, ndahet në kokër, siç e vëreni. Kjo është mënyra e duhur e përgatitjes së pilavit, që mos çuçulloset, siç e vëreni ndahet kokër. Tash marrim një të tillë kështu, që t'ja japim formën. Ju mund të zgjedhni çfarëdo forme tjetër që t'ja jepni, ose kështu ta hedhni me lugë në njërin qashë të pjatës, varet se si doni. Tash vetëm se ngjeshim mirë për pjate, që të bëhet më ngjeshur kështu.
Këto masat pilavit janë përshtatshme për 6 persona. Kam harru që të cek në fillim. E ngjeshi kështu që kur ta kaloj në pjatë mos t'i prishet forma. Vendosi pjatën sipër. Ka dalë shumë bukur forma. Dhe kjo është mënyra, motra të dashura, se si përgatis unë pilav me makarona të vogël, cili ndahet kokër në kokër. Tash po afrohet Ramazani dhe besoj se kam ju kry punë kjo mënyrë e përgatitjes së pilavit, kur t'ju duhet për përgatit kjo mënyrë e përgatitjes së pilavit. Gjithë ju që e përgatisni, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.